Kapiteni kombëtare së Zvicrës Granit Xhaka ka dhënë një intervistë për median prestigjioze zvicerane Blitz, e cila ka ngjallur shumë reagime për shkak të tonave të ashpra dhe qëndrimit të tij ndaj disa futbollistëve me prejardhje shqiptare që kanë zgjedhur të luajnë për Kosovën. Sipas përmbajtjes së intervistës, shumë fans dhe analistë e kanë cilësuar këtë prononcim si një prej më të dobëtave të Granit Xhakës ndër vite, duke vënë në pikë pyetje personalitetin e tij, i cili ndër vite është njohur për maturi dhe leadership brenda dhe jashtë fushës. Në këtë intervistë, Granit Xhaka ka përmendur konkretisht Leon Avdullahun dhe Albian Hajdarin, dy futbollistë që së fundmi kanë zgjedhur të përfaqësojnë Kosovën, duke vënë në dyshim nivelin dhe cilësinë e tyre. Futbollistë të nivelit të tyre natyrisht askush nuk dëshiron t'i largohet. Leoni dhe Albiani duan që statusi i tyre si futbollistë të vlerësohet më shumë, ndaj edhe u larguan. Nuk e di nëse brenda 3-4 viteve do t'ia kishin dalë të luftonin për një vend titullari në ekipin e Zvicrës, shprehur ai. Xhaka shtoi se këtë vendim e sheh më shumë dyshim, duke theksuar se edhe brenda kombëtares së Zvicrës ka shumë lojtarë të nivelit të lartë që presin mundësinë e tyre. Për shembull, Ardon Jashari është prej 3 vitesh me ne dhe ka luajtur vetëm 4 ndeshje. A është Leon Avdullahu më i mirë se Ardon Jashari? Unë mendoj që jo, deklaroi ai duke ngritur dilema për qëndrueshmërinë e vendimit të lojtarëve që kanë zgjedhur Kosovën. Megjithatë, Xhaka shtoi se nuk ka asgjë personale me ta, duke cilësuar Leonin si një djalë të mirë dhe lojtar të rregullt, duke përmendur faktin se ai luan rregullisht për Hoffenheimin në Bundesliga. Ndoshta ai nuk kishte durim të priste për një vend të Zvicra, shtoi kapiteni. Në fund të intervistës, Xhaka tha se respekton vendimin e secilit lojtar, edhe pse e sheh ndryshe nga ai personalisht. Në fund të fundit, është vendimi i tyre për të luajtur për Kosovën, e cila në fakt është një nivel mjaft të mirë aktualisht, përfundoi ai. Deklarata e Xhakës është komentuar gjithsesi në rrjetet sociale ku shumë shqiptarë e kanë kritikuar për mënyrën e të shprehurit, duke cilësuar si të pavëmendë arrogante ndaj futbollistëve të rinj që duan të kontribuojnë për Kosovën. Ndërkohë, një pjesë tjetër e opinionistëve sportiv në Zvicër dhe në Kosovë e kanë parë komentin si realist, duke theksuar se Xhaka ka thënë atë që shumë trajnerë dhe analistë mendojnë e heshtje. Megjithatë, një gjë është e qartë, fjalët e Granit Xhakës kanë rikthyer debatin për zgjedhjen e futbollistëve shqiptar mes Kosovës, Zvicrës dhe Shqipërisë, një temë që duket se nuk do të shuhet shpejt.